Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Personat që konsumojnë kos duhet urgjent ta dëgjojnë këtë dhe do ngeleni pa fjalë. Një tas kos a mund të zhbojë efektet e dëmshme të ushqimeve të larta në yndyrë? Këtë sugjeron një studim i ri nga shkencëtarët amerikanë, të cilët kanë zbuluar se gratë të cilat konsumojnë kos para një vakti të lartë në yndyrë dhe karbohidrate kanë nivele më të ulta të inflamacionit në gjak krahasuar me ato që nuk konsumojnë fare kos. Kosi mund të parandalojë futjen e toksinave në enët e gjakut dhe gjithashtu forcon veshjen e brendshme të zorrëve. Konsumimi i kosit, sipas ekspertëve, mundet që të ndihmojë gjithashtu edhe në përshpejtimin e metabolizmit dhe uljen e rrezikut për zhvillimin e sëmundjeve metabolike dhe kardiovaskulare, thonë shkencëtarët. Gjithashtu, ky është studimi më i fundit që tregon se një tas me kos mund të përmirësojë shëndetin në disa mënyra, duke filluar që nga ulja e temperaturës së trupit dhe deri tek forcimi i kockave. Gjithashtu mund të ulë edhe rrezikun për zhvillim të sëmundjeve të zemrës, madje mund të ndihmojë edhe në rënien nga pesha dhe parandalimin e infeksioneve. Kosi është konsumuar nga njerëzit për qindra vjet. Ai dallohet për vlerat e larta të tij ushqyese dhe konsumimi i rregullt do të sjellë përfitime të konsiderueshme për shëndetin tuaj. Kos për humbje peshe. Për disa, dëshira për të humbur në peshë mundet që t'i bëjë ata të kthehen në çdo lloj zgjedhjeje, por në fakt, sipas ekspertëve, kosi është një ushqim i cili duhet të jetë me patjetër pjesë e dietës tuaj, qoftë një ushtrim ndërrues me palestrën apo vëzhgimi i dietës, apo zakonisht një kombinim i të dyjave gjërave, por për sa i përket të dietës më të shëndetshme, kosi nuk është i rastësishëm në programin dietik të shumë dietologëve. Kos për një zorrë të shëndetshme. Shëndeti i zorrëve mund të mos jetë diçka për të cilën mendoni shpesh, por është thelbësor për të mbajtur një mënyrë jetese përgjithsisht të shëndetshme. Zorrët tona janë përgjegjëse për tretjen e ushqimit dhe përthithjen e lëndëve ushqyese. Ndaj është thelbësore që ajo të funksionojë ashtu siç duhet. Një gjë që mund të ndihmojë në këtë proces është kosi. Kocka më të forta. Ndërkohë, sipas ekspertëve, nëna juaj gjithmonë ju ka treguar se mund të hani dhe të pini qumësht për kocka më të forta, por në fakt ajo nuk ju ka treguar se edhe kosi mund të ndërtojë kocka të forta. Produktet e qumshtit, duke përfshirë edhe kosin, janë burime të shkëlqyera të kalciumit, i cili është minerali kryesor i kockave. Kosi është gjithashtu i dobishëm edhe për ata të cilët vuajnë nga osteoporoza. Kos për një humor më të mirë. Në mes të gjithë stresit, të punës së ngarkuar apo halleve, humori juaj është i lehtë që të bjerë her pas here, por ka mënyra shumë klasike për të përmirësuar humorin tuaj, ku ushtrimet dhe gjumi janë më të mirët, por në fakt edhe ngrënia e kosit ka përforcues të mrekullueshëm të humorit. Sistemi imunitar më i fortë. Në ditët e sotme është më e rëndësishme se kurrë që të kemi një sistem imunitar më të shëndetshëm për të luftuar sëmundje dhe infeksionet. Një nga mënyrat për të forcuar sistemin tuaj imunitar është të konsumoni probiotik të cilët gjenden në kos. Duke ngrënë kos çdo ditë, ju do të ushqeni traktin tuaj gastrointestinal dhe njëkohësisht ju do të keni baktere të shëndetshme të cilat do të parandalojnë bizotërimin e atyre të këqijave, gjë e cila çon në përmirësimin e shëndetit të zorrëve dhe të sistemit tuaj imunitar. Mirë po, çfarë duhet patur kujdes?
Konsumimi i përditshëm i kosit, përveç të mirave të tij, mundet që të ketë edhe efekte negative, si për shembull konsumimi i tepërt i sheqerit. Një nga disavantazhet që mund të gjeni në treg është se disa marka janë të mbushura me sheqer, i cili përfshihet në parfume dhe shurupe, të cilat përdoren për të krijuar një gamë të gjërë shijesh. Zgjidhni kos të thjeshtë dhe shtoni frutat tuaja për të përmirësuar shijen e tij dhe për të ulur rrezikun e nivelit të sheqerit në gjak. Mund të përkeqësoj problemet gastrointestinale, ndërsa konsumimi i kosit mund të jetë i dobishëm për shëndetin e zorrëve, ai gjithashtu mundet që të dëmtojë organet e tjera të tretjes. Nëse ju jeni intolerant ndaj laktozës ose nëse produktet e qumshtit ju fryn, atëherë shmangni kosin. Kosi mund edhe të kontribuojë gjithashtu në një gjendje të quajtur rritje bakteriale e zorrëve të vogla. Gjithashtu, konsumimi i kosit, sipas studimeve të fundit, ka mjaft përfitime shëndetësore edhe për sa i përket shëndetit të zemrës. Konsumimi i kosit ul rrezikun e atakut në zemër me 30% tek njerëzit të cilët vuajnë nga tensioni i gjakut. Të dhënat e një studimi gjithashtu kanë treguar se konsumimi i të paktën 2 racione kos në javë mundet që të ulë rrezikun e atakut tuaj në zemër tek femrat e prekura nga hipertensioni sidomos. E njëjta sasi e konsumimit të kosit gjithashtu mundet që të ulë rrezikun e atakut në zemër apo të ishemisë tek meshkujt me të paktën 19%. Shkencëtarët analizuan të dhënat e rreth 60.000 grave nga mosha 30 deri në 55 vjeç dhe 18.000 burrave nga 40 deri në 75 vjeç. Të gjithë pjesëmarrësve në studim u dha të konsumonin kos dhe ata ishin persona të cilët vuanin nga tensioni i gjakut. Studimet konfirmojnë se kosi, i cili është i pasur me kalcium dhe me vitaminën D, ka një rol shumë mirëbërës për shëndetin e zemrës dhe gjithashtu probiotikët të cilët gjenden tek kosi ulin tensionin e gjakut. Autori i studimit tha se kosi është i nevojshëm për shëndetin e zemrës. Sipas tij, kosi mund të konsumohet veçmas ose duke e kombinuar me fruta dhe perime të pasura me fibër dhe gjithashtu drithra. Studiuesit konfirmuan se vitamina D është një alternativë më e lirë dhe më e mirë se ilaçet e zemrës. Ky suplement, i cili merret edhe duke ndenjur në diell, riparon dhe parandalon dëmtimin e një zemre e cila shkaktohet nga diabeti apo tensioni i lartë i gjakut. Vitamina D gjithashtu stimulon edhe prodhimin e acidit nitrik që rregullon qarkullimin e gjakut. Për më tepër, kjo vitaminë zbut stresin e brendshëm në sistemin tuaj kardiovaskular, duke shmangur kështu sëmundje apo çrregullime nga më të ndryshmet. Sipas shkencëtarëve, njerëzit mund të kursejnë shumë unt dhe shumë para, duke e mbrojtur sistemin kardiovaskular me një ilaç që nena e fali dielli e prodhon në organizmi dhe në rastin më të keq mund ta marrim në farmaci. Gjithashtu, kosi ka mjaft vlera shëndetësore edhe për sa i përket skuqjes të lëkurës së bebeve. Ky ushqim është ideal edhe për lëkurën e ndjeshme të bebeve. Atë mund ta përdorni për të trajtuar skuqjet në lëkurë të shkaktuara nga pelenat. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.